Ministrja për dialog Edita Tahiri ka vazhduar me ankesa ndaj Bashkimit Evropian për mosbatim të marrëveshjeve nga ana e Serbisë. Në takimin e fundit që ka zhvilluar me një delegacion të Bashkimit Evropian të kryesuar nga Thomas Bach, ajo ka njoftuar se Serbia ka bllokuar zbatimin e marrëveshjeve për kodin telefonik, pavarësinë e kostit dhe largimin e barikadës nga ura e Mitrovicës. Pa zbatuar këto marrëveshje nga Serbia, ministrja Tahiri ka thënë edhe një herë se Kosova nuk do të marrë asnjë hap rreth zbatimit të marrëveshjes për asociacionin e komunave me shumicë serbe. Por drejtori i zyrës për Kosovë në qeverinë e Serbisë, Marko Đurić, ka kërkuar nga Brukseli që të bëjë presionin e nevojshëm ndaj Prishtinës për të themeluar asociacioni. Đurić ka pohuar po ashtu se në dialog me Brukselin asnjëherë nuk është biseduar për largimin e strukturave paralele nga Kosova si kusht i vënë nga Prishtina për asociacionin. Marrëveshjet politike nuk mund të jenë rezultati punës së mëvonshme. Nga ajo që ata thonë për heqjen e institucioneve tona, ajo nuk është shkruar në ndonjë letër që më pas kemi rënë dakord. Janë ide të reja të shpikura. Zbatim të marrëveshjeve po kërkon edhe ministri në qeverinë teknike, Aleksandar Vullin. Ai ka shtuar se Beogradi ka përmbushur të gjitha detyrimet që kërkohen për formimin e asociacionit. Ka frikë se asociacioni i komunave serbe do të rëndojë marrëdhëniet në bashkësinë politike shqiptare. Është shumë vështirë të kuptohet pse Prishtinës i tolerohet zvarritja e formimit të asociacionit të komunave serbe. Ndërsa zyrtarët e Bashkimit Evropian rikonfirmuan qëndrimin se palët në këtë dialog duhet të jenë koherente në zbatimin e të gjitha marrëveshjeve të arritura në Bruksel dhe premtuan që për këtë qëllim do të jenë në kontakt të vazhdueshëm me të gjitha palët për implementimin e obligimeve të marra. PE ka paralajmëruar edhe një takim tre palësh shumë shpejt.